Sistemi i transportit urban në Vlorë prej vitesh vjon të përballet me një sër problematikash, probleme këto të mbartura ndër vite, të cilat, pavarësisht se janë të domosdoshme për qytetarët, sërish nuk po zgjidhen. Një sistem i transportit urban në qytet, të cilit mbi të gjitha i mungon infrastruktura e nevojshme për ta ofruar këtë shërbim. Pamje të qartë të këtij realiteti ta ofron sot shëndetësia lungomare. Në krenarinë e Vlorës mungojnë prej muaj stacionet e përshtatura për transportin urban. Më konkretisht, problemi fillon që tek mos funksionimi i tabelave informuese të orareve, të nisjes apo të mbërritjes së autobusëve. Tabela këto elektronike, të cilat prej muajsh vjojnë të mbeten të fikura, pasi nuk funksionojnë më. Ekrani totalisht i zi nuk shkruan asgjë dhe nuk jep asnjë orar të nisjes apo mbërritjes së urbanëve. Qytetarët e Vlorës janë totalisht të painformuar se kur nisen apo mbërrin urbanët e linjave të caktuara në Vlorë, por kjo gjë sigurisht ndikon edhe tek turistët, në veçanti të cilët vizitojnë Vlorën, të cilët krahas orarit nuk informohen as për linjat që janë funksionale në qytet, destinacionet se ku ato udhëtojnë, apo gjithashtu edhe ku ndalojnë autobusët e Vlorës. Në shënditoren lungomare, autobusët që udhëtojnë në brendësi të qytetit nuk kanë as stacione të përcaktuara. Përgjatë lungomares janë thjesht disa sheshpushime të automjeteve me disa tabela vertikale sinjalizuese, të cilat njoftojnë se aty kemi të bëjmë me një stacion autobusi, por vetëm kaq. Mungojnë strehat se ku mund të qëndrojnë qytetarët, me dhjetra të tillë çdo ditë që presin urbanin në mungesë të një strehe, qëndrojnë mes shiut, të ftohtit apo përgjatë bearit në ndjelljen e fortë dhe temperaturat e larta. Vlora mund të jetë një ndër qytetet në rang vendi që ka një sistem të transportit urban që funksionon mes një sër problemesh, një sistem as pak dinjitos për qytetin, cilësuar si mbretëreshe e turizmit, i cili çdo vit pret me mira turistë të huaj. Transporti urban është një prej shqetësimeve të ngritura edhe nga pushuesit, të cilët janë të shumtë dhe vizitojnë çdo muaj Vlorën.